Prezantuese Chiara Tito ka ndarë së fundmi një fotografi të realizuar rreth 10 vite më parë, gjatë kohës kur ishte pjesë e emisionit Select. Ky imazh rikthen djegësit në fillimet e karrierës së saj televizive, duke treguar një stil krejtësisht të ndryshëm nga ai që ka sot. Fotografia pasqyron natyrshëm ndryshimet që sjellin vitet dhe përvoja profesionale. Periudha Select ishte një nga hapat e parë që orientuan drejt prezantimit televiziv. Sot, si një nënë dhe e angazhuar në projekte të reja, Chiara shfaqet me një imazh më të konsoliduar dhe më të njohur për publikun. Kim Kardashian thot, fëmijët më mbajnë me këmbë në tokë. Në episodin e fundit të The Kardashians, Kim Kardashian tregoi se fëmijët e saj shpesh i japin check-in realiteti me komentet e tyre të sinqerta. Gjatë rutinës së mëngjesit, ata i thojnë gjëra të ndryshme si je kaq e mërzitshme ose kur do të bësh një facelift si Lovey. Kim, nëna North Saint, Chicago dhe Psalm, tregon se si secili prej tyre ka një stil unik dhe nuk i friksohet kritikave. Ajo pranon se bën gabime si prindër, por kërkon thjesht durim. Sipas saj, fëmijët duhet të kenë më shumë kohë për sport dhe familje, ndaj nuk është shumë pro detyrave të tepërtave të shtëpisë. Plakja është e pashmangshme, por mënyra si kujdesesh për flokët ka ndikim të madh në pamjen tënde. Disa zakone dhe ato që duken të padëmshme mund të shtojnë vitet në fytyrë. Prerjet e rralla i lën majët e djegura të prishin të gjithë formën, ndërsa një prerje e freskët çdo disa javë i mban flokët të freskët. Edhe mungesa volumit të bën të dukesh më e lodhur, prandaj pak shkallëzim i jep jetë dhe lëvizje. Baluket shumë të shkurtra prishin ekuilibrin e fytyrës dhe krijojnë një efekt të ashpër, ndërsa ekstremitetet në ngjyrosje, si e zeza shumë e fortë apo e çelura tepër, nxjerrin në pa çdo lodhje. Ngjyrat e ngrohta dhe më natyrale i japin dritë dhe një pamje më rinore. Karaj hall sot që mos i rafsha hasmit, edhe kur nuk e du me pa këtë lloj sprove në jetë. Më kanë përplas grun, bashkë me fëmin që lind për i muj, janë spital të Lezhës. Normal shkova atje u ziva, u bona se depresion dhe ankth, stres i papa mos në raft. Po tani aksident mund t'i ndodhi çdo kujt se nuk është njëri që do me bë aksident, a kupton? Se edhe unë mund të bëj aksident nesër, është gjë që ndodh pa dashi. Po e kam me këta doktorat e spitalit Lezhës, që kanë marrë lek me manipulu letrat, për mos me i bos ka gjë. Gruaja ime është me barrel, është në spital në gjendje të rëndë bashkë me fëmin. E kanë shku atje, kanë thënë s'kan gjë, janë të i bëj letrat, kështu që ku t'i gjon që kanë pagu, janë lidhje me siguracionet e me këto. Në gjoni këtu e doktor ti që ke pa, nane motër, deri në fund ka me ndjekat. E nuk ke met, ato lek që ke marrë nuk i hati. A marrë vesh, në djerës time. Do t'a marrë Denizë, do t'ja bëjmë letrat tunë Tiranë tani. Po në gjo doktor, kur s'ke... Ma kërkoj numrin. Giuliana Nura tregon takimin me Ronaldo në Ibiza. Modelja dhe ish-banorja Big Brother VIP Kosova, Giuliana Nura, rrëfen një histori të panjohur me Cristiano Ronaldo në vitin 2016. Në Ibiza ishte një jaht ku po zhvilloi festa dhe Ronaldo po vinte afër tavolinës tonë. Përmes një shoku të tij më kërkoi numrin dhe më ftoi në një party të nesërmen. Ishte shumë i thjeshtë dhe respektueshëm, tregon ajo. Giuliana përmend dhe një takim me Karim Benzema në Dubai, por ndryshe nga Ronaldo, ai ishte i ftohtë. Ronaldo ne vlerësoi për respektin që tregoi. Tani më ka bërë blok në Instagram. Po bëj shaka, është i martuar, përfundon ajo me humor.